Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur këtu në studion e televizionit Apollon. Ku jemi takuar si gjithmonë, pra çdo të njëjtë, por sot me një temë ndryshe. Jemi në muajin mars dhe ende nuk kemi një buxhet të miratuar të Bashkisë Fier, që do të thotë një bllokim të gjithë investimeve, por edhe një pezullim le të themi të aktivitetit apo ngadalësim të zhvillimit të qytetit të Fierit. Pikërisht për të folur rreth kësaj teme, un kam dy të ftuar përfaqësues të Bashkisë Fier. Është pikërisht në kryetari i Bashkisë Fier, zoti Jani Fuli, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. E ftuara e dytë e mbrëmjes së sotme është edhe zonja Antoneta Dhima, drejtore e Drejtorisë së Përgjithshme të Financës. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, zoti Fuli, e nisim pikë së pari duke marrë spunto nga një mbledhje e zhvilluar përpara rreth një muaji e gjysmë apo jo. Pra, u zhvillua mbledhja dhe kësaj ne nuk kemi një buxhet të miratuar. Si e keni parë ju si institucion, si ekzekutiv? Do thoshe që mbledhja e Këshillit Bashkiak për miratimin e buxhetit është faza përfundimtare e një procesi që fillon me hartimin e buxhetit. Një proces që ka filluar, po themi, një vit parë, si në mars të vitit 2009, ku janë përcaktuar fillimisht tavanet buxhetore për funksionet kryesore të bashkisë, me bazën e të cilave procesi ka vazhduar pastaj me diskutime në gjithë bloqet e lagjet me grupet e interesit me biznesin. Dhe në fazën përfundimtare, ku janë mbledhur gjithë, po themi, indikatorët që përcaktojnë zhvillimin e ekonomisë të qytetit, ne përcaktuam, po thotë, nivelet treguese të këtij buxheti. Sigurisht nivelet treguese që ne përcaktuam ishin në rrethana të tjera, kur efektet e krizës ekonomike nuk ishin ndier dhe nuk ishin reflektuar në vendin tonë, ku qeveria kishte parashikuar që transfertet e kushtozuara rriteshin në nivel 7 deri në 8%. Sigurisht të ardhët duke nisur nga këto tregues të përgjithshëm të zhvillimit të ekonomisë, dhe ne parashikonim një rritje të treguesve të buxhetit të vitit 2010. Mirë po, në muajt që pasuan, treguesit ekonomik u përmirësuan dhe përkeqësuan dhe efektet e krizës u ndihen, dhe qeveria nga tregues në rritje që kishte parashikuar për transfertat në njësitë e qeverisë vendore, kalojnë të kundërt e saj, ku transfertat u ulën jo pak, po 12% më pak se sa ato që ishin të vitit 2009. Sigurisht, efekti tyre do të pasqyrohet pastaj në gjithë treguesit që kanë të bëjnë me të ardhurat nga taksat e tarifat lokale. Në këto kushte, buxheti i vitit 2010 ishte një buxhet, po themi, ekonomikisht i shtrënguar, pavarësisht transparencës, eficiencës së tij, dhe në këto kushte ne paraqitëm buxhetin në Këshillin e Bashkisë. Në Këshillin e Bashkisë, sigurisht që gjatë gjithë fazës së diskutimit të tij në Komisionin e Ekonomisë, në përgjithësisht buxheti, po themi, u aprovua, kështu dhe në diskutimet në Këshill nuk kishte vërejtje thelbësore. Në tërësi buxheti vresi një program që përcakton dhe treguesit kryesor të zhvillimit të qytetit për një vit. Mirë po, në momentet kur të gjithë besonin që mbas diskutimit dhe reflektimit ose marrës konsiderat të disa nga vërejtjeve që u bën, menduan që buxheti do të merrte miratimin, ndërkohë që grupi i këshilltarëve të djathtë tërhiqet dhe merr një vendim për mos miratimin e buxhetit. Sigurisht në këto rrethana, duke vendosur dhe disa kushte që kishin të bënin me ndryshimin e strukturës ose shkurtimin e numrit të punonjësve dhe njëkohësisht kalimin në sipërmarrje të dy ndërmarrjeve kryesore të ndërmarrjes së pastrimit dhe ndërmarrjes komunale. Kështu në këto rrethana buxheti nuk u miratua, nuk u aprovua nga grupi i këshilltarëve të djathtë. Gjatë gjithë kësaj kohe, ne megjithëse morëm në konsiderat vërejtjet e tyre, u kemi kthyer përgjigje ku argumentojmë domosdoshmërinë e strukturës për përmbushjen e funksioneve publike, por të ardhur në ndihmë dhe për kryer gjithë shërbimet që mbulon bashkia për qytetarët. Është një strukturë që mund themi është një strukturë optimale
për të kryer këto funksione. Qartë, do të ndalemi pak më vonë, zonja Dhima. E tha kolegu juaj pak më parë që kemi hartuar një projekt buxhet duke patur parasysh dhe krizën ekonomike. Kur hartuat projekt buxhetin e vitit 2010, a patët bashkëpunim, a morët mendime, a patët sugjerime nga të gjithë faktorët politik, le të themi këshilltar, nga grupet e këshilltarëve? Dhe nëse flasim për një shtrëngim rripi të buxhetit, kemi parasysh dhe një numër të shkurtuar të punonjësve? Duke patur parasysh pyetjen tuaj dhe analizën që nënkryetari i bëri pak më sipër, dhe duke patur parasysh edhe krizën dhe grantin e pakushtëzuar i cili u akordua nga qeveria, kemi pothuajse 2 vjet si institucioni i bashkisë kemi përgatitur buxhetin në mënyrë analitike, sidomos për antarët e Komisionit Ekonomisë, me të cilët mendojmë që janë specialistë të fushës përkatëse dhe një analizë e udhësishme do të ndikonte në miratimin e këtij buxheti, gjë e cila nuk ndodhi. Si rezultati krizës, ne kemi patur parasysh realizimin faktik të shpenzimeve të vitit 2009. Dhe duke patur realizimin faktik të shpenzimeve për vitin 2009, kemi planifikuar shpenzimet për vitin 2010. Kryesisht, shpenzime për paga dhe sigurime nuk mund të ndërhyet në uljen e këtyre shpenzimeve, pasi struktura e bashkisë ka më se 3 vjet që nuk ka pësuar ndryshime në rritjen në numër me përjashtim të rritjes së numrit të personave si rezultati delegimit kompetencave, marrë shkak këtu krijimit të inspektoratit ndërtimor, i cili është shtuar me 5 punonjës, kalimit të punonjësve të konviktit të shkollës muzikës 12 persona, po kështu nga 1 janari i vitit 2010 janë shtuar dhe 3 punonjës të tjerë edukativ, gjë e cila fondet e këtyre të cilat në bazë për llogaritjeve që ne kemi bërë kapin shifrën rreth 6 milion lek, të cilat duhet të shtohen në grantin e pakushtëzuar, dhe kjo nuk ka ndodhur sepse në udhëzimin e zbatimit të buxhetit që është dërguar nga qeveria në muajin shkurt, mendohesh që do të rritesh granti pakushtëzuar në masën 7%, kur transferta pakushtëzuar u akorduar për vitin 2010 nuk ndodhi ashtu, ishte 12%. Pra, duke patur parasysh strukturën, themi që nuk kemi pasur ndryshime dhe dua të theksoj dhe faktin tjetër që në 1 maj të vitit 2008 të gjithë institucionet buxhetore kanë pësuar ndryshime në rritjen e nivelit të pagave, gjë e cila nuk ka ndodhur me Bashkinë Fier. Në një korrik të vitit 2009 ne kemi bërë vetëm një rritje simbolike të pagave të administratës, kështu që po të shikojmë nivelin e planifikimit të pagave dhe sigurimeve, janë pothuajse në nivelin e realizimit të vitit 2009, ndërsa shpenzimet operative janë 20% më pak se sa plani i shpenzimeve operative në vitin 2009. Dhe pjesa tjetër e fondeve të mbetura janë kryesisht investime. Qartë, thatë pak më parë që jeni referuar realizimit pra faktit të vitit të kaluar, përsa i përket dhe të gjitha shpenzimeve, apo jo? Keni ju një pasqyrë që ne të mund të bëjmë më transparent projekt buxhetin e vitit 2010 dhe me ndryshimet që ju keni bërë, apo jo? Sepse tha zoti Fuli që keni marrë në konsiderate disa sugjerime të herpashershme. Ashtu sikur se ne jemi një nga bashkitë të cilët kemi operuar me komunitetin, kemi marrë mendimet e komunitetit si për investimet, ashtu dhe për shpenzimet e tjera që do të kryen në mirëmbajtjen e rrugëve, në mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin e lulishteve në bllokqet e pallateve. Edhe këtë vit faktikisht me ato element të cilën e përmendëm pak më sipër të krizës ekonomike kemi patur parasysh që të realizohen kryesisht shpenzimet më të domosdoshme. Duke hedhur një sy pasqyrës, shpenzime faktike për vitin 2009, duke krahasuar ato me buxhetin e vitit 2010, po të shikojmë në shpenzimet operative duke që kemi një rritje gati 50 milion lek, po kjo shifër faktikisht ka të bëjë me faktin e rritjes së çmimeve të mallrave të konsumit dhe e përballimit të disa shpenzimeve të cilat kanë qenë të domosdoshme, janë kryer në vitin 2009 dhe janë të domosdoshme dhe duhet të likuidohen në vit duhet likuidohen patjetër në vitin pasardhës. Do të thoshë që viti 2009 do shoqërua me një
mos realizimin të ardhur, që kryesisht ky mos realizim erdhi si lëdoj dhe ndryshime që ndodhen në licitacionin tatimor, ku në mes të vitit, para fushatës, më të themi, u bën ndryshime në taksat dhe tarifat e biznesit. Kompetencat të cilat i kanë organet e qeverisë vendore dhe këshillat përkatëse, këto kompetenca i mori qeveria dhe vendosin nivelin e tarifave 10% të nivelit të taksës në biznesit vogël. Dhe kjo kishte efektet e saj në buxhetet e njësive të qeverisë vendore, që po efektin më të madh në vitin 2009 e dhanë mos realizimi i të ardhurave nga legalizimet. I kishin 2 tregus kryesor, kishin të ardhur që ishin nga taksa, po themi, e ndikimit në infrastrukturë, që ishte 1% mbi vlerën e investimit, dhe 20% të ardhur nga tarifa e parcelës ndërtimore. Sigurisht me ligj, përpara fushatës dhe deklarimeve që u bën përpara fushatës, pothuajse u ndërprer procesi i legalizimit, ndërkohë që njerëzit prisin dhe donin të qartësoheshin se me se do të paguanin me bonotesari apo me lek. Dhe kjo periudhë, deri në momentin e miratimit të ligjit, ishin periudhë pauze, po themi, në 6 mujorin e dytë ishte shumë pak legalizime. Gjithë të cilën e vrem edhe në këtë periudhë të parë të vitit, kur për 2 muaj, më them, që të ardhur nga legalizimet janë në vlera minimale, rreth 430.000 lek, ose 4.300.000 lek të vjetra, që është një shifër mjaft e ulët. Ndërkohë që si objektiv vendosur nga qeveria është që brenda vitit 2010 të përfundoj procesi i legalizimit. Sigurisht dhe këtë vit ne kemi parashikuar duke menduar që strategjia ose politikat tona bazohen dhe në politikat e qeverisjes qendrore. Nëse qeverisja qendrore ka vendosur që të përfundoj procesin e legalizimit, sigurisht ne konsiderojmë të ardhurat ato që krijohen nga ky proces dhe do i parashikojmë në buxhetin e këtij viti. Po do të thosh që në tërësi totali i buxhetit me që ju bët pyetjen është goxha ndryshim në raport me atë që është realizuar në vitin 2009. Do të nga 520 milion që janë totali shpenzimeve të kryer në Bashkinë e Fierit për vitin 2009, në vitin 2010 është parashikuar rreth 600 milion lek të ardhur. Pra kemi një rritje prej rreth 800 milion lek rritje në raport me një vit më parë. Sigurisht që kjo rritje, duke konsideruar dhe efektet që jep ulja e transfertës pak kushtuzuar që e thanë dhe pak më parë që është 12%, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore parashikojnë me një rritje 20%. Në këtë proces është marrë në konsiderat edhe vredit që më bën nga në mbledhjen e parë të Këshillit, cilat janë reflektuar me një rritje të ardhurave, duke marrë në konsiderat edhe ato investime që u konsideruan si të rëndësishme në mbledhjen e Këshillit. Do thoshë që buxheti i përgatitur për mbledhjen e radhës së Këshillit është një buxhet i rishikuar me vërtet që janë bërë nga këshilltarët. Në fakt do doja që të na e prezantonte në detaj zonja Dhima, pra çfarë keni rishikuar dhe cili është buxheti që është gati për të paraqitur në mbledhjen e ardhshme të Këshillit? Në bazë të propozimeve që kanë bërë antarët e Këshillit Bashkiak në mbledhjen e fundit në janar të vitit 2010, Bashkia Fier ka bërë korrigjimet e nevojshme të buxhetit, ka rritur të ardhurat rreth 20 milion lek dhe ka bërë një rishpërndarje të këtyre të ardhurave sipas propozimeve të kryera nga disa antarë të Këshillit Bashkiak dhe këto kanë shkuar kryesisht për investime, ndriçim të rrugëve, si edhe në shpenzimet të tjera operative për institucionet të cilat janë në varësi të bashkisë. Dua të përmend faktin se shpesh herë, domethënë, ne në shpenzimet operative akordojmë dhe fonde të cilat shkojnë thjesht për mirëmbajtjen e rrugëve, që këto janë investime, shkojnë për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe për shtrimin e këtyre sipërfaqeve, që faktikisht po të shikojmë këto i quhen investime, pavarësisht se këto jepen në shpenzime operative dhe një pjesë e shpenzimeve shkojnë për ndërmarrjen e pastrimit, të cilat janë shërbime në interes të komunitetit. Por po të shikojmë në analizën që i bëhet, ndërmarrja komunale rreth 22 milion lek është për ndriçimin publik, i cili është në interes të gjithë komunitetit faktikisht. Pra, nuk duhet të shikojmë këto element të strukturës buxhetore dhe të analizës që i bëhet të shpenzimeve sipas institucioneve,
i shikojmë në detaje dhe nuk mund të themi që shpenzimet operative të administratës ose shpenzimet operative të institucioneve varësisht të bashkisë janë të fryra. Në qoftë se do të hedhim një analizë të hollësishme të gjithë zërave dhe treguesve si ata të realizuar në 2009 dhe ata të planifikuar për vitin 2010, më themi që janë planifikuar vetëm thjesht shpenzimet të cilat janë më të domosdoshme. Normalisht Këshilli Bashkiak nuk ngritë ndonjë problem, domethënë që për zëra dhe për elemente të veçantë, sepse mund të thuash që në qoftë se për shembull shpenzimet operative ku janë të fryra këto shpenzime operative, shpenzimet telefonike nuk mund të themi sepse gjithë zyrat vetëm telefonin brenda për brenda, telefonin fikse, nuk kanë telefona për shembull që mund të kenë shpenzimet konsiderueshme të cilat janë problematike. Zoti Fuli, nëse ndalemi prap tek struktura, pra tek punonësit. Dua t'i referohem një deklarate jo për ta politizuar, por një deklarate të pas disa ditëve të dalë nga zëvendësja e Partisë Demokratike. Pra, artikuloheni se keni mbipopulluar, le të themi, strukturën e Bashkisë Fier. Madje, po ta them shprehimisht, ishte një shprehje e tillë, pra keni vendosur drejtor të drejtorëve të drejtorëve. Nëse kur është fjala tek politika i egzageron në përgjithësi fenomeni dhe problemin e trajton politikisht. Nëse do të hyjmë në thelb, struktura ndërtohet mbi bazën e një analize institucionale për përmbushjen e funksioneve të përcaktuara me ligj, që është ligji për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore, dhe në përputhje me këtë ligj, ngrihen strukturat e posaçme për të realizuar përmbushjen e funksioneve dhe kompetencat që kanë njësitë e qeverisë vendore. Dhe kjo nuk është një strukturë që ndërtua për vitin 2010. Kjo është një strukturë që është e miratuar po nga ky Këshill, sigurisht me ndryshimet që ka pësuar her pas here, si rrjedhoj e procesit decentralizimit dhe kalimit kompetencave nga qeverisja qendrore në qeverisjen lokale, të shoqëruara me ndryshime në strukturë. Pra, përmbushja e këtyre funksioneve do të shoqërohet patjetër me njerëz për të realizuar këto funksione dhe kompetenca që janë shtuar njësive të qeverisë vendore. Pra, do të thoshte që ne nuk propozuam Këshillit për të rritur apo për të ndryshuar strukturën organizative, por ne në Këshill buxhetin e ke paraqitur me strukturën ekzistuese të një viti më parë, me gjithë ndryshimet që janë bërë gjatë vitit. Pra, ky Këshill. Dhe sa është numri punonjësve aktualisht pra në Bashkinë Fier? Se këtu ka një keq përdorim, domethënë, të numrit total të punonjësve në Bashkinë Fier me në punësit apo punonjësit civil që punojnë në administratën e Bashkisë Fier. Në tërësi punonjësit e Bashkisë Fier janë rreth 600 punonjës, për mos i thënë eksaktësisht 596 apo 604 shifrën. Këta punonjës janë të ndarën në gjitha ndërmarrjet dhe institucionet që kryejnë funksionet bashkia. Ndërsa aparati administrativ, themi Bashkia Vert në punës civil, janë 122 punonjës. Këta përmbushin të gjitha funksionet e qeverisë vendore. Ndërsa të gjithë të tjerët janë punonjës që ofrojnë shërbime për qytetarin të drejt për drejta. Nëse ta marrim me radhë gjitha shërbimet që ne ofrojmë, po e fillojmë ndoshta me atë që është më larg, klubi i shumë sportit, që njerëzit e ndjejnë e prek një çdo ditë, po ky klub sigurisht që shoqërohet me një sër aktivitete sportive që kërkojnë shpenzime që janë llogaritura që nga procesi i trajtimit të tyre, trajnimit, honoraret për veprimtaritë sportive, mbulimin e dietave, udhëtime për aktivitetet sportive që kryejnë. Ne kemi, ndoshta mund të jemi qyteti që kemi më shumë sporte në raport me qytetet e tjera. Pra janë ndjekur politikat e tilla për të masivizuar, për t'u dhënë mundësinë brezave dhe moshave për të aktivizuar dhe për të hequr nga pjesa, po themi, e rrugës këtyre njerëzve, por për të shtruar një aktivitet sigurisht për të dhënë, për të ofruar dhe qytetarëve këtë lloj çlodhje apo argëtime llojet e sporteve. Këtu sigurisht është dhe futbolli që themi është më i prekshëm nga pjesa ndërmuese e qytetarëve. Dhe të gjitha këto janë shoqëruar me shpenzime me numër njerëzish që ofrojnë këto shërbime. Do thënë këtu ka një administratat janë shumë të vogla në raport me shërbimin që ofrojnë.
që administratat variojnë, po themi, nga 6 deri në 10 veta në gjitha këto institucionet varse, po pjesa tjetër janë trajner, janë sportistë që kryejnë aktivitet. Kështu do të vazhdoja pastaj me artin dhe kulturën, që është një institucion më vete, që për realizimin e aktivitetet të saj sociale dhe kulturore, kërkojnë fonde për të vënë në dispozicion të kësaj drejtorie, me qëllim përmbushjen e disa funksioneve publike për t'i ofruar qytetit dhe qytetarëve kulturë, art, veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me qytetin. Besoj që Fieri shquhet për përmbushjen e këtij lloji funksioni më shumë se gjithë bashkitë e tjera, mund të jetë një shembull. Patjetër që këto shoqërojnë me shpenzime dhe me numër njerëzish që kryejnë këto lloj aktivitetesh, domethënë ka aktor, ka artist, ka punonjës të shtëpisë kulturës, po themi pastaj për vazhduar me Qendrën Ekonomike të Bashkisë, institucion tjetër i posaçëm që ka të bëjë me administrimin e kopsheve të qytetit, pra të edukimit parashkollor. Këtu është shoqëruar me një numër të kufizuar të administratës dhe pjesa tjetër janë edukatorë që shoqërohen me shpenzime materiale për ushqimin e fëmijëve dhe për gjithë nevojat e tyre, duke filluar që nga krevati, dysheku, bateria dhe tjera, janë sër shpenzime që raport me të ardhurat që paguajnë qytetarët, se do të shpjegojmë këtë, janë pagesat që kryen qytetarët janë minimale në raport me shpenzimet që kryen. Mund të them që qytetarët paguan vetëm pjesën e ushqimit, ndërsa gjitha shpenzimet e tjera materiale janë që ka paguajnë nga pjesët e tjera të taksa. Kështu të vazhdojmë me ndërmarrjen e pastrimit, me që kryen tërësinë e shërbimit të pastrimit, është një qytet që është mbi sot llogaritet mbi 1000 hektar mbas zgjerimit të vijës së verdhë të qytetit, mbulon në tërësinë e tij gjithë shërbimin e pastrimit, mbledhin grumbullimin dhe përpunimin e mbeturinave, qoftë mbetjeve urbane, qoftë atyre të mbetjeve inerte. Ndoshta në këtë rast mund të theshë që nuk është detyrim i drejt për drejt i bashkisë për heqjen e mbeturinave inerte, por është detyrim i qytetarit atyre që krijojnë për të larguar këto mbeturina, ndërsa shërbimi i pastrimit kryen vetëm shërbimin e heqjes së mbetjeve urbane, ato që krijojnë dhe hidhen nëpër kontener, ndërsa pjesa tjetër është detyrim i atyre që krijojnë. Kështu ndërmarrja komunale, se është pjesë e rëndësishme kjo e ndërmarrjes komunale, se ne kryejmë investime çdo vit, sigurisht që këto investime për të rritur jetëgjatësinë e tyre kërkojnë që të ketë një kosto të përvitshme që duhet për mirëmbajtjen e tyre. Po themi nga rrugë, trotuare, sheshe, gjelbërimi, pemet, tjera me radhë janë kosto që rriten vit pas viti. Pa me rritjen e investimeve, këto janë shërbime që rriten vit pas viti. Pra, në tërësinë e tyre, këta nuk janë administratorë, po janë punëtorë që afrojnë shërbimit pjesë dërmuese në raport me këtë strukturë. Pra do të thoshe që struktura është ndërtuar në mënyrë të tillë që të përmbushë funksionet e saj publike. Dhe kryesisht teksi i pretendimeve është tek administrata e bashkisë, por funksionet që ka administrata me kompetencat që janë deleguar njësive të qeverisë vendore, do të thoshe që numri sot është më i vogël se sa duhet për të mbushur këto funksione. Qartë. Zonja Dhima, ndoshta jo i gjithë opinioni publik na kupton me shifra, por do doja që të paraqesnit me shifra sa ishin, pra sa ishte shuma e lekëve të vëna në dispozicion për buxhetin e vitit të kaluar dhe sa shuma për këtë vit. Tani, nëse do t'i referohemi pasqyrave, shpenzimet faktike për pagat e administratës për vitin 2009 janë 206.156 lek në mijëra lekë, 234.950 është planifikimi për vitin e 2010 për pagat, ndërsa për sigurime shoqërore është 38.039 lek, ndërsa për vitin 2010 38.160. Shpenzimet operative janë realizuar për vitin 2009 dhe për vitin 2010 222.026. Diferenca e faktit 2009 krahasuar me parashikime për vitin 2010 janë ato argumenta që ne i thamë më lart. Ndërsa në shpenzimet për investime, realizimi faktik me gjithë buxhetin e shtetit 105.203, ndërsa planifikuar për buxhetin e vitit 2010 98.255.
Pa parashikuar, pata parasysh edhe atë, pa patur këtu parasysh se gjatë vitit mund të na akordohen nga ana e qeverisë nga grandet konkurruese. Këtu nuk është përfshirë edhe ndërtimi i shkollës së re, e cila është me Bankën Botërore, por duhet përmend dhe faktin sepse Bashkia Fier ka nënshkruar disa marrëveshje për ndërtimin e bulevardit Jakov Zoza, për studimin mjedisor, me disa marrëveshje me Koplanin, vazhdon ndërtimi i rotondos te kryqëzimi i Bishanakës, kemi rekonstruksioni zgjerimit e urës së Sheqit, zbatimi marrëveshjes së bashkëpunimit për projekte përmirësimi i performancës mjedisore në qeverisjen lokale. Ky është një projekt me Koplanin. Projekti për eficiencën e energjisë në banesa. Aktualisht jemi duke zbatuar projekte për ndërtimin e banesave sociale, që të bëhen eficiente të gjitha këto projekte, duhet që patjetër të miratohet buxheti, sepse nuk është vetëm thjesht kontributi i bashkisë, por është kontributi i gjithë këtyre donatorëve, i Bankës Botërore, i Koplanit, si edhe i donatorëve të tjerë. Prandaj, Bashkia Fier është ulur dhe ka bërë rishikimin e buxhetit, ka bërë disa ndryshime të këtij buxheti, ja ka dërguar anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe prandaj për të vazhduar këto dhe për të realizuar gjitha këto marrëveshje, të cilat janë ratifikuar në Këshillin Bashkiak dhe Këshilli Bashkiak me votat unanime të plota ka miratuar këto marrëveshje, kërkojmë që të miratohet buxheti nga ana e gjithë përfaqësuesit të Këshillit Bashkiak, si ata të majt ashtu edhe të djathtë. Sepse duhet konsiderojmë këtë që buxheti nuk është personali i bashkisë, buxheti i qytetarëve dhe qytetarët kërkojnë shërbime nga bashkia. Nëse Këshilli Bashkiak nuk do të miratojë buxhetin, këto shërbime do të afrohen brenda atyre mundësive që jep ligji, sepse aktualisht Bashkia Fier punon me 1/12 e shpenzimeve faktike të realizuara në vitin më parë, në vitin 2009. Do të vazhdoja tek investime, se në fakt shumë zhurmë bëhet për problemin e investimeve. Në fakt, Bashkia Fier ka parashikuar të realizojë për vitin e 2010 investime që kapin shifrën më shumë se sa totali buxhetit të këtij viti. Pra nëse bashkia ka një buxhet 597 milion lekë të parashikuar për vitin 2010, investimet që realizohen në Bashkinë Fier në sajt bashkëpunimit të krijuar dhe marrëveshjeve të nënshkruar, arrin në shifrën 611 milion lekë. Janë shifra të konsiderueshme dhe këto janë marrëveshje të nënshkruara, dhe janë investime që janë në proces. Ndërtimi banesave sociale është investim që është në proces dhe vlera e këtij investimi për vitin 2010 është 200 milion lekë, 199 milione 974, rreth 200 milion lekë janë banesa sociale, të cilat përfundojnë, janë parashikuar të përfundojnë në fund të këtij viti. Po, për të mbetur tek e njëjta temë, pa e humbur fillin, por për të qenë dhe transparent, kuptohet me shikuesit. Nuk flasim për ato çka ju i keni në prioritet, por nuk mohojmë dhe ato çfarë janë bërë realisht. Por le ta pranojmë që ka patur dhe mangësi në infrastrukturë, në investime në tërësi. Pse ka ardhur, nëse ka ardhur një pengesë e tillë, cilat kanë qenë arsye? Jo, kjo që përmenda nuk është prioritet. Ky është fakt, domethënë. Ky është investim që është në proces, që është duke u realizuar. Ndërtimi i banesave sociale. Ndërtimi i bulevardit Jakov Zoza është në proces. Domethënë shumë shpejt ne presim miratimin nga bankës. Më sot ka ardhur emaili që është nisur projekti në Bankën Botërore, pritet dhënia e përgjigjes nga Banka Botërore dhe menjëherë mbas marrjes së përgjigjes nga Banka Botërore ne fillojnë procedurat për tenderimin e objektit për ndërtimin e bulevardit Jakov Zoza. Kështu që nuk janë prioritete, po janë investime të parashikuara. Po unë do të them që për duke parashikuar procedurat që ndiqen nga procesi i tenderimit deri te lidhja e kontratës, unë llogaris që në maksimumi në muajin qershor të fillojnë punimet për ndërtimin e rikonstruksionit të bulevardit Jakov Zoza. Kështu nuk janë thjesht prioritete, po janë investime që do të realizohen gjatë këtij viti. Këto janë marrëveshje të nënshkruara, nuk janë marrëveshje që janë nënshkruar thjesht nga njëra palë, nga njëri aktor, por janë marrëveshje të nënshkruara nga të gjithë aktorët. Dhe këtu do thoshë që Bashkia e Fierit ka ditur të ndërtojë marrëdhënie për të thithur donatorët, duke ose mund të themi hartimi i strategjisë zhvillimit ekonomik të qytetit të Fierit ka qenë
një nga objektivet kryesore e cila është realizuar dhe ka qenë promotor për të siguruar gjithë donatorët e mundshëm. Pra ne jemi përzgjedhur për efekt të kësaj pune që i kemi paraprirë. Pra është një proces i cili i ka paraprirë realizimit të investimeve ose frutet po i korim në këtë moment nëpërmjet sigurimit të donatorëve për zhvillimin e qytetit të Fierit. Po kjo nuk do të thotë që ne gjithçka i kemi, po themi, i kemi vajtë të përsosur. Sigurisht dhe ne mund të themi që kemi mangësi dhe dobësi në punën tonë të përditshme, ashtu siç ndodh në gjithë Shqipërinë, se ne nuk mund të bëjmë përjashtim nga realiteti, i themi që Fieri është qyteti model në gjithë Shqipërinë. Sigurisht që kemi defektet tona dhe ne në përgjithësi në analizat tona jemi më të ashpër se sa janë dhe qytetarët ndaj nesh në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Dhe kryesisht problemet tona kryesore kanë të bëjnë me krijimin e të ardhurave. Dhe krijimi të ardhurave janë nga takset e tarifat lokale. Po takset e tarifat lokale është një proces që është në vazhdimësi në një konflikt midis atyre që paguajnë dhe atyre që duhen të mbledhin taksa. Dhe në radhë parë dhe ne si qytetar hezitojmë kur është fjala për të paguar takset e tarifa që janë minimale në raport me shërbimet që përfitojmë. Themi që Fieri ka tarifat sot më të ulta në gjithë Republikën, në gjithë bashkitë. Do thonë Fieri paguan 1000 lekë në vit për tarifën e pastrimit, paguan 300 lekë për tarifën e ndriçimit dhe paguan 300 lekë për tarifën e gjelbërimit. Do thonë shuma e tarifave që paguan janë minimale në raport me shërbimit që ofrojmë. Nuk e ka fjalën vetëm për qytetarët që janë një pjesë e detyrimeve që nuk janë paguar, po edhe te biznesi ka dobësi dhe mangësi, ka biznesi që akoma sot nuk janë të regjistruar si subjekte të detyrimit tatimor, mundohen për të shmangur, për të krijuar evazion fiskal. Janë biznese që janë evidentuar dhe janë në proces duke përdorur të gjitha rrugët ligjore për të detyruar ata për të regjistruar dhe për të paguar detyrimet e pramëvetura të tyre. Pra është një proces që sigurisht gjatë rrugës krijon edhe vështirësi, sigurisht ka dhe mangësi që janë subjektive nga njerëzit që Pikërisht, me qenë se dolëm tek taksa, sepse kisha parashikuar për ta kaluar në pjesën e dytë të bisedës, gjithsesi le të referohemi kësaj pike. Në kushtet që normalisht një pjesë të mirë të ardhurave ju janë larguar siç është taksa e legalizimit, siç e thatë. Nuk mendoni se politika e gjobës do të ishte më e mira përposa asaj vjeljes korrekte të taksës? Sepse nuk e di, po në disa mbledhje të Këshillit Bashkiak, nga ajo që kam ndjekur personalisht nga afër, ka qenë kriteri numër 1 i kërkuar dhe nga këshilltarët. Dhe kjo nuk është tek politike normalisht. Jo, gjoba është një saksion që parashikon ligji, nuk është një vullnet i inspektorit të taksave. Do thënë në momentin që biznesi nuk ka dhënë detyrime në afatet e përcaktuara nga ligji, në momentin e kalimit të këtij afati fillojnë saksionet dhe biznesi merr gjobë. Nuk është fjala tek ky lloj biznesi, ose kjo është pjesa e biznesit të disiplinuar dhe të organizuar, që është i ndërgjegjshëm për detyrimet që ka ndaj Qartë, pra keni arritur ta krijoni këtë lloj ure bashkëpunimi me biznesin sot? Po, mund të them përgjithsisht është arritur. Do të thënë, problemi këtu është me bizneset e reja që janë krijuar, që në përgjithësi edhe puna jonë edukimin e kësaj pjese çalon. Pra ne nuk i kemi afruar kësaj kategorie edukimin e nevojshëm, pra njohjen e legislacionit tatimor për ta bërë atë të ndërgjegjshëm për detyrimet që ka dhe saksionet që lindin. Se pavarësisht se nga koha se kur do të kryej pagesën, detyrimi tatimor i biznesit që në momentin e konstatimit të veprimtarisë së tij. Pra nëse një biznes ka hapur veprimtarinë e tij në janar dhe është konstatuar nga inspektorët tatimor dhe ai regjistrohet mbas 1-2 muajsh, do të them efekti i llogarisë së detyrimit fillon nga muaji janar dhe në vazhdimsi. Pra nuk përjashtohet. Po ky është një proces që do të eci sigurisht me vështirësitë e veta që ka, dhe në kushtet mbase dhe të krizës ekonomike që ne ndjejmë dhe ne që jemi kontakt me biznesin, mund të them që e kemi të përditshme këtë, që bizneset kërkojnë vazhdimisht uljen e nivelit të xhiros së tyre. Dhe për të sqaruar diçka, nuk e di, tha zonja Dhima pak më parë që juve në ndryshimin e buxhetit keni shtuar 20% të ardhurat apo jo? Jo, kemi shtuar 20 milionë 550.000 lekë. Nga të ardhurat, çfarë keni parashikuar në këtë lloj kategorie? Sigurisht që këto
të ardhura janë destinuar kryesisht për investime. Do të thënë 95% e tyre, do të thënë kjo shtesë që është bërë është adresuar për investime, vetëm 5% e tyre është në mbulimin e një pjese të shpenzimeve operative dhe kryesisht tek energjia elektrike, mos gaboj. Por efekt të ndryshimit të çmimeve, në fakt efekti aty është shumë i madh, po ne kemi filluar dhe aplikojmë kufizimet e energjisë elektrike, po themi në orët e vona të natës, po punohet duke stakuar një pjesë të llambave të ndriçuese, me qëllim që të shpenzojmë sa më pak. Pra, ndaj themi që edhe buxheti ka parimet të eficiencës të ekonomicitetit, duke qenë të gjitha kushtet jemi do shtrënguar, se nga njëherë na thonë fieri është ndriçuar njësoj si Las Vegas. Sigurisht këtu ka maksi, po themi për lagje dhe blloqe, por në përgjithësi në rrugët kryesore ka një ndryqim të fuqishëm dhe mund të themi mbi nevojën e fluksit të dritës që duhet të ketë rruga apo zona ku ka ndryqim. Duke ju referuar marrëveshjeve, sepse do dalësh pikërisht edhe atje ku do doje. Keni pasur një sër marrëveshjesh që zoti Fuli e tha me donatorët e huaj. Sot jemi në muajin mars, sot është data 11 mars, apo jo, dhe kam përshtypjen se donatorët kanë qenë në kërkim të miratimit të buxhetit. Sa ju ka sjell probleme kjo, domethënë ballafaqimi me ata, duke qenë se pritej miratimi në një kohë relativisht më të shkurtër, pikërisht pas janarit? Përderisa këto marrëveshje janë ratifikuar në Këshillin Bashkiak dhe janë miratuar nga ana e Këshillit Bashkiak, si ajo me Bankën Botërore për rikonstruksionin e bulevardit Jakov Xoxa, ashtu edhe marrëveshjet të tjera me Koplanin për përmirësimin e mjedisit, ashtu edhe për eficiencën e energjisë elektrike në banesa, patjetër që këto janë pengesë faktikisht. Nëse do të referohemi shifrave të buxhetit dhe ndryshimet që kemi bërë, këto marrëveshje nuk janë pasyruar në këtë buxhet. Këto marrëveshje në bazë të ligjit për organizimin e funksionimit të qeverisë vendore, si dhe ligjit për menaxhimin financiar, do të bëhet pjesë e buxhetit në momentin që këto marrëveshje bëhen fakt. Për aq kohë sa ne nuk kemi një vendim të Këshillit Bashkiak që buxheti është miratuar, ne nuk mund të lidhim këto marrëveshje me donator. Besoj këtu duhet bërë të qartë edhe publikut që këto janë marrëveshje të detyrueshme midis palëve. Nëse njëra palë nuk realizon marrëveshjen, do thotë pala tjetër tërhiqet. Dhe po themi ne këtë nuk kuptuar. Ne jemi në presionin e donatorëve për realizimin e këtyre marrëveshjeve. Nëse ne Këshilli Bashkiak nuk merr vendime për të miratuar buxhetin e vitit 2010, shoqëruar me këto marrëveshje, do thotë që ne dështojmë pra qytetit të Fierit të paksojmë burimet e financimit për investimin dhe përmirësimin e tyre të shërbimeve. Cili është rreziku më i madh nëse dhe javën tjetër që është parashikuar mbledhja nuk miratohet buxheti? Larg qoftë këtë. Unë nuk do të uroja që të ndodhte kështu dhe nuk dua të besoj që mund ndodhi kështu. Besoj që të gjithë së bashku ne kemi reflektuar ashtu si ne kemi reflektuar vërejtjet dhe propozimet që kanë bërë këshilltarët bashkiak. Kështu besoj që dhe këshilltarët besoj kanë reflektuar gjatë kësaj kohe, duke parë sigurisht edhe ndryshimet që janë bërë në projektin që paraqitet në mbledhjen e radhës. Besoj që do të miratojnë buxhetin. Pra, shpresojnë që s'do keni këtë risk që thamë sa pak më parë apo jo? Ne do të dëshironim dhe mendojmë që koha ka bërë punën e vet për të reflektuar në vendimarrje. Gjatë gjithë kohës, ne si specialistë të bashkisë të cilën merremi me buxhetin, kemi qenë në pritje të vërejtjeve dhe sugjerimeve si nga ana e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, Komisionit të Ekonomisë, ashtu edhe individëve të tjerë. Normalisht kemi bërë ato ndryshime të cilat menduam dhe gjykuam që ishin të drejta nga anën e anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe jemi reflektuar të ndryshime dhe jemi përgjigjur zyrtarisht përfaqësuesve të Këshillit Bashkiak. Shpresojmë dhe besojmë që s'do të ketë ndonjë problem për miratimin e buxhetit për herën e dytë. Po. Ndalemi pak zoti Fuli edhe tek privatizimi, kalimi pra me sipërmarrje i dy ndërmarrjeve, gjelbërimit dhe komunales. U kërkua në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak pra kalimi me sipërmarrje, ndërkohë që nga ana e ekzekutivit nuk u pranua ose u kundërshtua me forcë.
çfarë humbet dhe çfarë fiton komuniteti në rastin konkret, sepse tek e fundit ajo është kryefjala e të dyja palëve. E para si duhet të qartësojmë dhe opinionin publik që ekzekutivi nuk ka qenë asnjëherë kundra privatizimit, po duke qenë se ndërmarrja e pastrimit është në një proces të ristrukturimit të saj, është duke hartuar strategjinë, po themi, të menaxhimit të mbetjeve urbane, dhe sigurisht është pjesë e njërës prej marrëveshjeve për të cilën ne bëjmë fjalë, që ka të bëjë me ristrukturimin e gjithë parkut të transportit të ndërmarrjes pastrimit dhe në përgjithësi pajisjet e ndërmarrjes pastrimit. Do thoshe që me përfundimin e këtij ristrukturimi, përfundimin e kësaj marrëveshje, do thoshe që ndërmarrja e pastrimit është një ndërmarrje e cila mund të themi bëhet e gatshme për të kaluar pastaj procesit të privatizimit. Asaj mënyra e privatizimit do të përcaktohet në bazë të ligjit për shoqëritë tregtare, mund të jetë aksionere, mund të jetë privatizuar gjithë ndërmarrja apo forma të tjera, të cilat do të jetë, po Këshilli do vendosi formën që do të privatizohet kjo ndërmarrje. Dhe në përgjigjen që ne i kemi kthyer grupit të këshilltarëve të djathtë, ka qenë në këtë kontekst që unë prezantova që mbas përfundimit të ristrukturimit të kësaj ndërmarrje dhe përfundimit të marrëveshjes, rehabilitimit të parkut të saj, pra rritjes së eficiencës së ndërmarrjes, jetë një ndërmarrje e gatshme që të nënshtrohet procesit të privatizimit. Pra do të jeni të gatshëm që pas një periudhe kohe ta lini të hapur rrugën në kuptimin e asaj? Po, këtë sapo shpreha, domethënë që mbas këtij përfundimit të këtij procesi, mbas përfundimit të kësaj marrëveshje, ne kemi asnjë lloj kompleksi për të kthyer edhe kjo si gjithë ndërmarrjet e tjera. Qartë. Zonja Dhima thatë në hyrje të kësaj bisede që keni ulur me 20% shpenzimet operative. Çfarë keni nënkuptuar me ulje të 20%-it? Për vitin 2010 kemi ulur shpenzimet operative pra, në krah. Pra çfarë privilegji keni hequr këtij zëri në rast se flasim me... Po kemi ulur një pjesë të shpenzimeve për të gjitha institucionet. 20% janë ulur shpenzimet në krahasim me planin e vitit 2009. Dhe këtu kemi patur parasysh që për gjitha institucionet të kemi një ulje të shpenzimeve sipas zërave të strukturës buxhetare, kryesisht për shërbimin e karburantit, për mirëmbajtjen e mjeteve, për mirëmbajtjen e rrugëve e trotuareve, për shpenzimet e ndryshme të cilat kryen në klubin e shumësportit, shpenzimet të cilat kryen në qendrën ekonomike të arsimit dhe njësër shpenzime të cilat kryen në drejtorinë e artit dhe të kulturës. Sipas zërave, ulja e këtyre shpenzimeve është sipas gjithë zërave të strukturës buxhetare, në mënyrë analitike dhe duke patur parasysh edhe normativat e harxhimit të cilat janë të miratura në Këshillin Bashkiak. Sigurisht që kjo ulje nuk do thotë që ne të mos përmbushim funksionet. Ne kemi bërë një ulje të shpenzimeve duke qenë në kushtet të tilla të një buxheti, pra përmbushjen e funksioneve publike me dorë të shtrënguar, po them. Këtë kemi pasur parasysh në uljen e nivelit të këtyre shpenzimeve. Në këtë kontekst ju ka ndihmuar për ta mbyllur dhe bisedën decentralizimi i pushtetit vendor apo nuk e keni ndjer? Pra sa ju ka dhënë prioritet? Decentralizimi jonë është... Sekretari i Bashkisë përpara disa ditësh më shpreu për televizion Apollon që ne nuk kemi, s'po njohim decentralizim, por një centralizim. Kështu do thoshë që decentralizimi jonë varet se si e kuptojmë, domethënë se ne transferojnë funksione, delegojnë kompetenca, por pa faturën financiare. Pa përmbushur qeveria, detyrimet e saj që ka mbi bazën e ligjit për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore. Pra pushteti vendor ka të përcaktuar me ligj që nga taksat kombëtare merr një pjesë të taksave që qeveria dhe sot e kësaj dite me gjithë premtimet e saj nuk e ka bërë këtë ligj, nuk e ka nxjerrë këtë ligj posaçe, se sa përfiton njësitë e qeverisë vendore. Dhe nëse ti nuk ke buxhet, nuk mund të jesh i pavarur. Dhe thoshë edhe diçka tjetër, domethënë që vërhet se duket sikur qeveria po na jep, ne është bërë bamirë se qeveria. Ne nëse qeveria na ka dhënë 164 milion lekë për vitin 2009, 2010, 185 milion lekë, ne kemi kthyer qeverisë 104 milion lekë në formën e tatimeve mbi pagat, e sigurimeve shoqërore, e TVSH-s, dhe gjithë detyrimet e tjera, tatimi në burim.
Pa ja kemi kthyer qeverisë, nuk është se na ka bërë një nder qeveria. Qeveria na ka dhënë 180, ne kemi dhënë 100 qeverisë. Gjithë kontributi i qeverisë është 80 milion lekë në këtë buxhet kaq të madh të Bashkisë Fier. Që buxheti nuk është as 4 milionë gjysmë euro buxheti i Bashkisë Fier. Ja ky është decentralizimi. Decentralizim pa të ardhur. Çfarë decentralizimi mund të thuash? Nëse nuk ke të ardhur, të përmbushësh funksionin. Se decentralizimi do të thotë kryesh të ardhur të përmbushësh funksionin. Ose mund të përmbushën funksionin me këto nivele të ardhur. Kjo qeveria vendos edhe nivelin e tarifave. Tarifa është përcaktuar me ligj që është kosto shërbim. Dhe kosto përcaktohet në bazën e shpenzimit që kryen. Dhe s'mund të vendosi qeveria të thotë që kjo kosto do jetë kaq, ky shpenzim do jetë kaq, ta përcaktojmë këtë lloj tarife. Dhe ngatrojmë pasaj konceptin e tarifës me taksë. Do të shtoj dhe diçka tjetër, ka më se 3 vjet që qeveria aplikon termin grantet konkurruese dhe ne faktikisht kemi përfituar nëpërmjet granteve konkurruese rrugën aty tek bashkia, Brigada 11 Sulmuese, që është coptuar, njëherë na kanë dhënë 2 milion, 10 milion dhe si përfundim e ka përfunduar bashkia me fondet e veta. Kemi rastin konkret të kryqëzimit të Bishanakës, për të cilin na kanë akorduar vitin e parë 2.5, 10 dhe aktualisht ai si investim nuk ka përfunduar. Në qoftë se për shembull në vitin 2006 qeveria akordonte për shembull për arsimin 50 milion lek, bashkia dinte ti ndante vetë nëpërmjet vendimit të Këshillit Bashkiak se ku i ka nevojat për shembull për arsimin. Ardhja këtyre fondeve me destinacion ose për zgjedhja e këtyre investimeve në mënyra nga më të ndryshmet nuk është e drejtë. Më themi që nga grandet konkurruese përfitojnë me shumë komunat janë përreth bashkisë, sesa bashkia Fie. A thënë komunat paraqesin projekte model që konkurrojnë projektet e bashkisë Fie. Ndërkohë që ato projekte vinë lutën pranë bashkisë Fie që u përgatisin projekte dhe i çojnë komunat në fondin e zhvillimit shqiptar, se kanë dëshuar tash procedura, është fondi i zhvillimit shqiptar që merret me trajtimin e granteve konkurruese. Dhe për të mos dalë nga tema, sepse dolëm normalisht, bëjmë një përmbledhje të shkurtër, përse duhet ta votojnë këshilltarët të majtë dhe të djathtë buxhetin e vitit 2010? Sigurisht që buxheti është programi i zhvillimit të një qyteti për një periudhë një vjeçare, që fillon me 1 janari dhe mbyllet në 31 dhjetor. Në buxhet përcaktohen gjitha detyrimet për shërbimet që ofrohen qytetarët, në buxhet përcaktohet zhvillimi i qytetit, që është i lidhur me investimet që kryen në qytet. Sigurisht janë politikat sociale që ka hartuar bashkia dhe programi qeverisë së saj. Pra, pa buxhet nuk mund të ketë zhvillim. Ne mund të funksionojmë si një institucion, duke mbuluar, po themi, nevojat imediate, nevojat e ditës, po pas siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të këtij qyteti. Në këtë rast, bëjmë thirrje këshilltare, që ky nuk është buxhet as i kryetarit bashkisë, por ky as i këshilltarit, por ky është një buxhet i qytetarëve, është një buxhet që ofron shërbime dhe përmirësim të cilësisë së jetesës së këtyre qytetarëve. Dhe në këto rrethana ne themi që buxheti, miratimi i tij është domosdoshmëri, jo vetëm kërkesë ligjore, por është domosdoshmëri për ecurinë dhe zhvillimin e këtij qyteti. Që shërben si të majtë dhe të djathtë, nuk është buxhet që i përket një pale, por i përket gjithë qytetarëve pa dallim bindjes partijake. Dhe kështu ka funksionuar në gjitha këto vite. Do thash një vit që s'ka ndodhur asnjëherë një ngjarje të tillë në Bashkinë e Fierit. Do themi në 10 vjet të qeverisë Partia Socialiste nuk ka ndodhur të mos miratohet buxhet. Është viti i parë që ndodh një precedent i tillë. Dhe unë nuk besoj që ne do të ngelim vë buxhet, unë besoj që këshilltarët, siç kemi reflektuar ne në ndryshimet që kemi bërë në projektin e paraqitur, ashtu do të reflektojnë edhe ata për ta miratuar këtë buxhet. Qartë, zonjë Dhima? Edhe unë, ashtu si shtate nën kryetari, ju bëj thirrje
antarëve të Këshillit Bashkiak që të miratojnë buxhetin, pasi ky buxhet nuk është thjesht një buxhet i bashkisë që bashkia të vazhdojë punën e vet, se faktikisht ne edhe në këto kushte që jemi po vazhdojmë të funksionojmë, por funksionojmë me gjëra të cunguara, nuk mund të realizohen investime në qoftë se buxheti nuk mund të kryen, nuk mund të realizohen dhe të bëhen fakt marrëveshje të ratifikuara në Këshillin Bashkiak, si dhe ato marrëveshje të cilat janë nënshkruar nga ana e kryetarit të bashkisë. Prandaj mendoj që Këshilli Bashkiak duhet gjykojë me gjaktësi, duhet shikojë domethënë treguesit e buxhetit, duhet shikojë treguesit në vite dhe të bëj miratimin e buxhetit, sepse kjo është edhe një detyrë e tyre, është një kompetencë e antarëve të Këshillit Bashkiak, miratimi i buxhetit dhe një detyrim, është detyrim ligjor. Atëherë ne shpresojmë që të gjendet emëruesi i përbashkët brenda buxhetit dhe të miratohet kësaj jo për bashkinë as për këshilltarët, por për komunitetin fierak. Ju falenderoj që u bët pjesë e këtij bashkëbisedimi, le të shpresojmë që kemi sqaruar sadopak qytetarët që kanë qenë të mprehur, le të themi, për të dëgjuar për fatin e qytetit të tyre, për fatin e investimeve. Faleminderit. Miq të nderuar, kam pasur përfaqësues të Bashkisë Fier ku kemi folur diçka rreth buxhetit të vitit 2010, bashkë mirupafshim. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale.